Vlora vishet Kuqezi, me 10 flamuj ka nisur tashmë të vendosen në rrugët kryesore të qytetit. Simboli kombëtar ka nisur të vendoset fillimisht në bulevardin qendror Ismail Qemali, jo vetëm për shkak të rëndësisë dhe frekuentimit që ka ky segment kryesor rrugor, por edhe për faktin e simbolikës që ai mbart emërtimin Ismail Qemali, plaku tur të pavarësisë. Me 10 flamuj Kuqezi ka nisur të vendosen në bulevardin kryesor të Vlorës, në prag të këtij 15 tetori, ditës së çlirimit të Vlorës. Gjithashtu, flamuj Kuqezi duke nisur simbolikisht edhe përgatitjet për festat e nëntorit, dita e çlirimit dhe ditët e shenjta për çdo shqiptar 28 dhe 29 nëntori, do të gjejnë qytetin mbretëtar të Vlorës të veshur Kuqezi. Me qindra flamuj janë parashikuar të vendosen në të gjithë qytetin mbretëtar, edhe me rastin e ditës së flamurit, pavarësisë dhe çlirimit të vendit. Ky 15 tetor, por edhe datat 28 dhe 29 nëntor, do ta gjejnë të mbushur nga flamujt Kuqezi në segmente rrugore dhe sheshe si qyteti, nga ku u shpall pavarësia dhe u fitua liria. E për të qenë gati për të pritur siç i ka hije qyteti të Ismail Qemalit, shqiptarët nga kudo nëpër botë e veçanërisht trevat e shqiptarisë do të vinë në kryeqendrën e pavarësisë me simbolin kombëtar. Vendosja e flamujve ka nisur pikërisht nga sheshi i flamurit, sheshi simboli i shqiptarëve, e do të vijojë të shtrihet në të gjithë gjatësinë e bulevardit. Flamuj Kuqezi po ashtu do të ketë edhe përgjatë shëtitores lungomare, si segmenti me frekuentimin më të lartë. E zbukuruar nga motivet dhe simbolet kombëtare, do të jetë po ashtu edhe segmenti rrugor transballkanike, si një nga akset më të rëndësishme, por edhe lagja e vjetër Muradie, si lagje ku qëndis flamuri, lagja e Marigo Posios, qëndisare së flamurit shqiptar.